Më vjen keq që duhet të përmend emrin e një doktoreshe, Zheni Gjergji, ish deputete e Partisë Demokratike e listës Basha, e cila na pas ka tradhtuar partinë dhe po punon në profesionin e saj drejtoresh spitali. Për mua është më se normale. Dikur, me mikrofonin e Radios Europa e Lirë, kam intervistuar në zyrë Leonard Demin, ish kreu i Komisionit të Sigurisë në Parlamentin e Shqipërisë. Pra, ky person, demokrat, kryetari i komisionit, në vitin 2013, emërohet ku? Në Bruksel, ambasadori i NATO-s. Pse nuk folët? Sepse ai ishte ekspert dhe vajti atje. Dhe kjo është një zonjë që do të punoj. Harruat juve pazar e nënveshme ku ndruan kushtetutën në 2008 që kryetarët e partisë të vinin në lista zagarët e tyre që t'i lenin, t'i mbronin dhe t'i ndërsenin sa herë ju duheshin? Dhe kjo histori vazhdon. 5-6 herë kanë shkepur kushtetutën. Këta politikanë, që Partia Demokratike nuk e votoi. Pra, për çfarë ligji dhe morali flisni juve të dashur opozitar? Lejeni zonjën të punoj, shikoni të mbushni me një leje në tender nga Edi Rama si gjithmonë.